Në vend të hapjes së dyerve të Shqipërisë për diasporën e për t'i bërë ata protagonistë të shoqërisë, ekonomisë po edhe politikës, kryeministri Edi Rama e përdori samitin si një foltore propagande për t'u treguar shqiptarëve të suksesshëm në botë gjendjen e Shqipërisë sipas tij, me një fjalim të gërshetuar me vuajtjet e shqiptarëve nëpër botë për të rritur imazhin e tyre dhe të Shqipërisë. Edi Rama ju tha përfaqësuesve të diasporës se ata sot janë në një tjetër situatë, sepse ishte qeveria e tij që ndryshoi imazhin e vendit, duke mohuar kështu kontributin e tyre në këtë aspekt. Emri Shqipërisë ka kaluar një transformim të thellë. Nga një sinonim i një të keqe në sytë të tjerëve, Shqipëria është bërë sinonim i detit, i diellit, i natyrës dhe i njerëzve mikpritës. Rama shkoi deri aty sa të mohonte arritjet e qeverisë paraardhëse në procesin e integrimit dhe bllokimit që ai në opozitë i bëri miratimit të 3 ligjeve të famshme, duke nxjerrë si pretekst karrigen Evangjel Ndrekos në Këshillin e Qarkut Fier, po edhe pas 13 viteve qeverisje të tij, me ngecje të vazhdueshme të negociatave e bllokim së fundmi për shkak të qëndrimit të tij refuzues ndaj drejtësisë për mbrojtjen e Belinda Ballukut, Edi Rama shkoi deri në hipokrizi, duke folur për drejtësi që vepron dhe shpërblim nga Bashkimi Evropian me hapje kapitush. Sot, pandoshueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot, Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur. Sot, ne i kemi çelur të gjithë kapitujt e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Pasi u tha se e drejta për të votuar ishte një mundësi që u dha ai, kryeministri Edi Rama në vend të lehtësirave fiskale për të joshur diasporën për të investuar në Shqipëri, ju reklamoi paketën e maleve, një tjetër projekt që siç me Bregdetin e fondet e IPARD-it u përdorën për të përfituar zyrtarët e lartë të qeverisë dhe njerëzit e oborrit të kryeministrit.